Ngjarje rënd, 2 vjeçaria humbi jetën pasi makina shpërthen në flak, babai e harroi në mjet. Një ngjarje rënd ka ndodhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku një vajzë 2 vjeçare ka ndruar jetë pasi ati harroi atë brenda në makinë, ndërsa kjo e fundit mori flak për shkak të temperaturave të larta, ndërkohë që ai vet shihte video për të rritur. Pamjet që po qarkullojnë në internet tregojnë shenjat e duarve të 2 vjeçares në xhamin e pasëm, ndërsa ajo mundohej të dilte jashtë makinës dhe të shpëtonte nga flakët. Sipas The Sun, poshtë këmbëve të saj, policia gjeti një iPad në një kuti roz dhe 2 sandale të cilat kishin shpëtuar pa u djegur. Ngjarja ka tronditur komunitetin dhe ka rikthyer vëmendjen për rreziqet e braktisjes së fëmijëve të vegjël. Hetimet treguan një histori të sjelljes neglizhente dhe abuzimeve nga ana e babait, përfshirë ekspozimin e vajzës më të madhe ndaj rrezikut dhe situatave të pasigurta në të kaluarën. Ngjarja ka nxitur një debat të gjerë mbi përgjegjësinë e prindërve dhe masat për të mbrojtur fëmijët nga nxehtësia ekstreme dhe neglizhenca.